Kryeministri Edi Rama prezantoi programin e Partisë Socialiste për mandatin e 4 të qeverisë, duke vënë theksin tek rritja e pagave dhe krijimi një klime më të favorshme për biznesin e madh. Paga mesatare për vitin 2024 në sektorin publik u mbyll 1.000 euro, ndërsa në Shqipërinë 2030 do të jetë të paktën 1.200 euro. Pagën mesatare të përgjithshme dhe duke filluar nga janari 2026 me një vendim që do të merret pas zgjedhjeve, kur të bëhet edhe akti normativ i qershorit, paga minimale do të jetë 500 euro për të mbështetur punonjësit. Njërisi në mandatin e 4, Partia Socialiste është paqa fiskale negociuar për biznesin e madh, ku tatimi prej 15% do të aplikohet mbi fitimin në përputhje me normat e rritjes ekonomike, ndërsa përfitimet shtesë mbi këtë normë do të atohen vetëm 5%. Por mandati i 4 do të ketë një risi. Në mandatin e 4 ne do të kemi një paqe fiskale të negociuar me biznes. Një instrument i njohur që është në kohra shumë të vjetra do të paguhet mbi fitimin e përputhur me normën e rritjes ekonomike. Ndërsa për çdo fitim shtesë që biznesi do të deklarojë mbi atë normë, do të tatohet vetëm 5%. Kjo është një paqe. Rama premtoi gjithashtu dhe shumë investime në sektorin e bujqësisë dhe përmirësime të kushteve të nxënësve në programin After School, ushqim falas dhe transport të siguruar. Për të rritur sigurinë në shkolla do të instalohen kamera inteligjente në të gjitha institucionet arsimore. Programi i Partisë Socialiste synon një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe përmirësim të kushteve të jetesës për qytetarët shqiptar deri në vitin 2030. Ish kryeministri Sali Berisha vijon sulmet ndaj qeverisë dhe institucioneve të drejtësisë duke akuzuar këtë të shtunë Bashkimin Evropian për heshtje ndaj asaj që ai e quan narkodiktaturë në Shqipëri. Berisha tha se ndërtimi i këtij regjimi u mbështet nga administrata e mëparshme amerikane dhe u tolerua nga BE-ja, që sipas tij ka dhënë kryeministrit Edi Rama hapësirë për të vepruar i pandëshkuar. Ndonse shkruhet gjërësisht dhe është analizuar shumë mirë nga analistë, nga studios, përsëri edhe lehtë nuk pranohet. Nuk pranohet se kjo narkodiktaturë, të jam i sinqert me ju, ndërtimi i saj u mbështet nga administrata e shkuar e Shteteve të Bashkuara, por në një farë mënyrë u bekuar me heshtje edhe nga Bashkimi Evropian. Dhe kjo bëri që narkodiktatori i këtij vendi të shëtisë në Europë dhe në botë me atletët bardha, të hiqet si piktor apo si sportist, në një kohë kur ai ishte personi që arrestonte 3 liderë të opozitës në projektin e tij Shqipëria pa opozitë. Dhe ndërkohë Berisha hodhi akuzat e ashpra ndaj SPAK-u duke cilësuar si një prokurori politike që po vepron vetëm kundër opozitës. Ai pretendoi se SPAK ka arritur të burgosë liderit e 3 partive kryesore opozitare pa prova, duke marrë mandate deputetësh dhe të zgjedhur ish vendor nga opozita. Sipas tij, ky institucion i drejtësisë nuk ka prekur kryeministrin Edi Rama, por njerëzit pranë tij duke treguar qartësisht një anshmëri. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar pas prezantimit të programit nga kryeministri Edi Rama, duke theksuar se ky i fundit ka marrë programin e Partisë Demokratike dhe e ka paraqitur si të vetin. Rama gjatë fjalës së tij tha se nëse fiton sërish në zgjedhjet e 11 majit, do të miratojë rritjen e pagës minimale në 500 euro dhe pakën mesatare në 1.200 euro. Për Bardhin, ky veprim është një përpjekje e drejtë për drejtë për të kopjuar premtimet e Partisë Demokratike. Ai shtoi se kjo do të thotë se programi i Partisë Demokratike është i realizueshëm, pasi Rama vete ka pranuar këtë fakt, duke paraqitur si të tillën. Çdo premtim i ynë bazohet në një analizë të kujdesshme të kryer nga ekspertë vendas dhe ndërkombëtar, theksoi Bardhi. Në reagimin e tij, nuk ka kursyer kritikat ndaj kryeministrit. Ai ka deklaruar se pas 12 vitesh në pushtet, Rama është shtëruar nga idetë dhe vizioni dhe ka mbetur pa alternativë. Pas 12 vitesh në pushtet, jo vetëm lodhesh, mbetesh pa ide, por punët e shtetit të duken të parëndësishme, shtoi Bardhi duke shtuar se është e qartë që Rama nuk ka bërë asgjë për realizimin e këtyre premtimeve gjatë mandatit të tij. Bardhi ka kërkuar që për realizimin e këtyre premtimeve duhet largohet Edi Rama dhe qeveria e tij, sepse sipas tij, çdo punë që nuk është bërë për 12 vjet nuk mund të realizohet më nga i njëjti person, i cili ka përdorur gënjeshtrën si mjet politik. Në përfundim, Bardhi ka ftuar qytetarët të votojnë për një qeveri të re të PD-s dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, duke theksuar se zhvillimi i Shqipërisë nis nga ekonomia, mirëqenia e qytetarëve dhe mbështetja për bizneset dhe fermerët.
Policia e Tiranës ka shpadur në kërkim Arben Goxhën, pronarin e kompanisë AMG Food, pasi ka dyshime se në 11 mars ai ka importuar një ngarkesë prej gati 8 tonësh mish pule nga Brazili, i cili ka rezultuar i kontaminuar me salmonel. Ky mish ka përfunduar në tregun shqiptar duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve, ndërkohë që një pjesë e sasisë ende nuk është tërhequr. Në hetim është vënë edhe vëllai i Arben Goxhës, Mondi Goxha, pronari i kompanisë Dimal, e cila e merr mishin e përpunuar nga AMG Food për të prodhuar produkte të ndryshme. Policia ka ngritur akuzën e importit, prodhimit, shitjes dhe ruajtjes së ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve ndaj të dy vëllezërve. Përveç tyre, hetimi ka përfshirë edhe 3 inspektorë të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të cilët janë lënë të lirë dhe akuzohen për shpërdorim të tyre, pasi kanë lejuar futje në treg të mishit të kontaminuar. Mishi i pulës që mbërriti në portin e Durrësit u morë në kontroll nga AKU për analizat të cilat konfirmuan praninë të salmonelës. AKU ka informuar kompaninë AMG Food për të mos nxjerrë produkte nga kontenjerët frigoriferik, por lajmi me praninë e salmonelës u bë i ditur vetëm në 21 mars, një javë pas analizës. Në këtë situatë, reagimi i kompanive të përfshira dhe i AKU-s ka ngritur pikpyetje mbi transparencën dhe veprimet që mund të kenë ndikim në shëndetin e konsumatorëve, pavarësisht se një pjesë e mishit është tërhequr nga tregu, ende mbeten dyshime për sasitë që mund të jenë shpërndarë në mënyrë të palishme. Nisër besimtarët musliman në Shqipëri dhe në mbar botën përfundojnë muajin e agjërimit dhe sakrificave të Ramazanit duke festuar Fitr Bajramin. Kjo ditë simbolizon përfundimin e agjërimit dhe është një moment për falënderim, reflektim dhe solidaritet. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, gjatë një mesazhi të veçantë ka theksuar rëndësinë e lëmoshës dhe solidaritetit me më të varfrit dhe të pamundurit. Uroj që kjo festë të sjellë harmoni, solidaritet, begati dhe mirëqenie në familjen e çdo shqiptari. Fitr Bajrami let na shërbej si moment i vetëdijsimit ton që të respektojmë dinjitetin dhe vlerat e përgjithshme njerëzore. Qoftë ky Bajram një burim mirësie, dashurie dhe uniteti për ju dhe të dashurit tuaj. Amin. Në Tiranë, ceremonia e faljes së Bajramit do të mbahet në Shishin Skënderbej duke nisur në orën 06:45 me leximin e Kuranit dhe ligjëratën e posaçme. Namazi do të falet në orën 07:30 mëngjesit, pas së cilët besimtarët vijojnë festimet me drekën tradicionale të Bajramit, duke ndarë gëzimin me familjen dhe të dashurit e tyre. Fitr Bajrami është një mundësi për besimtarët që të thellojë lidhjen shpirtërore dhe të ndajnë bujarinë e tyre me ata që kanë më shumë nevojë, duke forcuar vlerat e harmonisë dhe bashkëjetesës në komunitetin shqiptar. Ekipet e huaja të shpëtimit u nisën drejt Myanmarit të shtunën për të ndihmuar në operacionet e kërkimit të mbijetuarve nga tërmeti shkatërrimtar me magnitudë 7.7, që la të vdekur më shumë se 1000 njerëz në vendin e varfër të Azisë juglindore. Deri në mëngjesin e të shtunës, numri i të vdekurve në Myanmar ishte 1002, tha qeveria e drejtuar nga ushtria, shumë herë më i lartë nga raportet fillestare të medias shtetërore për 144 të vdekur të premten. Tërmeti dëmtoi rrugët, urat dhe ndërtesat në Myanmar sipas juntës, generali kryesor i së cilës bëri një thirrje të rrallë për ndihmë ndërkombëtare të premten. Operacionet e kërkimit dhe shpëtimit po kryen aktualisht në zonat e prekura, theksoi junta në një deklaratë për median shtetërore. Një ekip shpëtimi kinez mbërriti në kryeqytetin e Myanmarit, qindra kilometra larg qyteteve të goditura rënd si Mandalay. Të paktën 9 persona u vranë në Tajlandën fqinje, ku lëkundjet e tërmetit të fuqishëm dëmtuan ndërtesat, ndërsa një gradacel në ndërtim u shemb në kryeqytetin e vendit Bangkok, duke bllokuar 30 njerëz nën rënoja, ndërsa 49 të raportohen të zhdukur. Rusia, India, Malajzia dhe Singapori njoftuan se po dërgojnë avion me ndihmë dhe personel në Myanmar, i cili është shkatëruar nga një luftë civile pas një grush shteti ushtarak të vitit 2021. Korea e Jugut tha se do të sigurojë një ndihmë humanitare fillestare prej $2 milion për Myanmarin përmes organizatave ndërkombëtare. Situata në Turqi duket se nuk është në rrugën për të gjetur paqe. Autoritetet turke kanë arrestuar edhe avokatin e rivalit kryesor politik të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, Ekrem Imamoglu, i cili ndodhet po ashtu në burg prej disa ditësh. Lajmin për arrestimin e avokatit të Imamoglu e ka bërë me dije një deputet nga radhët e partisë më të madhe opozitare CHP.
Mehmet Pelivan, avokati që e ka mbrojtur kryetarin e Bashkisë së Stambollit, në hetimet e fundit është arrestuar mbi akuzat të sajuara, ka shkruar deputeti Taskin Ozer në rrjetin social X pa dhënë detaje të tjera. E kundër arrestimit të avokatit ka reaguar dhe vet Imamoglu, i cili përmes një postimi në platformën X ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij. Kryebashkiaku i Stambollit u arrestua më 19 mars, ai akuzohet për korrupsion dhe terror. Arrestimi i tij ka nxitur protesta masive antiqeveritare në mbar vendin. Si rezultati protestave janë arrestuar më mijëra persona dhe po ashtu nga media turke ka paralajmërime për protestat të tjera më të mëdha. Turqia po ashtu dhe ekspertët ekonomisë po merren dhe me pjesën e ndikimit të kësaj situate në sektorin e turizmit, sektor ky nga më të rëndësishmit për Turqinë. Administrata Trump nuk tërhiqet për USAID-in. E dëshmuar qartë kjo nga deklarata e fundit e shefit të diplomacisë amerikane, Marco Rubio, i cili u shpreh se Dashi ka njoftuar Kongresin Amerikan për synimin e tij që të riorganizojë Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar USAID dhe t'i ndërpres disa funksione që nuk janë në përputhje me prioritetet e qeverisë. Në deklaratën e Rubios nënvizohet se USAID i është larguar misionit dhe si rezultat, përfitimet kanë qenë shumë të vogla dhe shpenzimet kanë qenë shumë të larta. Fal presidenti Trump, kjo epokë e papërgjegjshmërisë fiskale ka përfunduar. Ne jemi duke riorientuar programet tona për ndihmë të huaj dhe për të qenë në linjë me atë që është më mira për Shtetet e Bashkuara dhe shtetasit tanë, është pohimi i tij. Pak pas nisjes së mandatit të dytë të presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë, më 20 janar, Departamenti për Eficiencë Qeveritare që ka në krye miliarderin Elon Musk nisi menjëherë zvogëlimin e USAID-it dhe pjesën që ka mbetur e ka përfshirë në Departamentin e Shtetit. Prej atëherë, administrata amerikane ka përjashtuar nga puna qindra punëtor dhe kontraktor dhe ka shkëputur kontrata për projekte me vlera miliardshe, prej të cilave varen 10 miliona njerëz në botë. Rubio pohoi më herët gjatë muajit që më shumë se 80% e të gjitha programeve të USAID-it vetëm janë pezulluar. USAID-i njihej si agjencia kryesore e qeverisë amerikane për administrimin e ndihmave të huaja civile dhe ndihmave për zhvillim. Ajo vepronte në më shumë se 100 shtete, duke shpërndarë çdo vit ndihma në vlerë të miliarda dollarëve. Në kulmin e tensioneve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Danimarkës, presidenti amerikan Donald Trump dërgoi zëvendësin e tij në një bazë hapësinore amerikane në Grönland. J.D. Vance në vizitën në bazën hapësinore u shpreh se SBA nderon sakrificat e ushtarëve danesë që luftuan me SBA-t në luftën kundër terrorit 20 vjet më parë. J.D. Vance e filloi fjalimin e tij duke falendëruar trupat e mbledhur që i bën, siç tha ai, një pritje të ngrohtë në një vend shumë të ftohtë. Duke u drejtuar trupave amerikanën, presidenti J.D. Vance tha se ne respektojmë vetëvendosjen e grënlandezëve. Ai shtoi se kishte sjellë një mesazh nga presidenti Trump për të cilin thotë se është mirënjohës për shërbimin e tyre dhe krenar për ta. Zëvendës presidentin nga ana tjetër kritikoi Danimarkën duke thënë se zona përreth bazës hapësinore Pitufik është më pak e sigurt se sa ishte 30 deri në 40 vjet më parë. Sipas zëvendës presidentit amerikan, partneritetet e rëndësishme të sigurisë nga e kaluara nuk do të thotë se ata nuk mund të kenë biseda të vështira me partnerët në të tashmen. Mesazhi ynë për Danimarkën është i thjeshtë. Ju nuk keni bërë një punë të mirë për popullin e Grënlandës. Kjo është arsyeja pse politika e Trump është ajo që është, tha J.D. Vance. Të dielën e 30 marsit, akrepat e orës do të lëvizin 60 minuta përpara, duke sjellë kështu orën verore. Kjo do të ndodhë në orën 2 të mëngjesit, kur akrepat do të shënojnë 3, duke na bërë të flem një orë më pak. Kompjuterat, telefonët dhe të gjitha pajisjet elektronike do të përditësohen automatikisht, ndërsa do duhet të kujdesemi manualisht vetëm për orët analoge. Ndryshimi i orës u ideua që në vitin 1916, por nisi të aplikohej gjërësisht pas vitit 1972, me qëllim kursimin e energjisë nëpërmjet shfrytëzimit në maksimum të dritës natyrale. Një tjetër synim është mbrojtja e mjedisit me reduktimin e çlirimit të gazrave në atmosferë. Ora verore do të jetë në fuqi deri të dielën e fundit të muajit tetor, kur do të rikthehet ora diellore dhe kur akrepat do të lëvizin sërish 60 minuta pas. Në 2019, Parlamenti Evropian e hoqi detyrimin për vendet anëtare për të ndryshuar orën, duke përcaktuar që secili shtet ta vendosë në mënyrë të pavarur nëse do ta ndryshojë apo jo. Megjithatë, ende askush nuk e ka hedhur hapin për të mbajtur orën të pandryshuar. Një gjykatës federal në Shtetet e Bashkuara ka bllokuar përpjekjet e administratës Trump për të mbyllur zërin e Amerikës, duke e cilësuar këtë si vendim arbitrar. Gjykatësi James Paul
O'Kane ka lëshuar me urdhër të përkohshëm kufizues që ai ndalon Agjencisë Amerikane për Mediat Globale, e cila drejton zërin e Amerikës, të shkarkojë më shumë se 1200 punonjës, përfshirë gazetarë, inxhinier dhe pjesëtarë të tjerë të stafit. Vendimi i administratës Trump për të reduktuar financimin e zërit të Amerikës ka shkaktuar një krizë brenda agjencisë, duke i kërkuar punojësve të përfundonin transmetimet e drejtpërdrejta deri në 15 mars dhe të lironin Selin. Pas këtij urdhri, ata humbën qasjet në sistemin kompjuterik të agjencisë, përfshirë emailin dhe faqja e lajmeve e zërit të Amerikës ka mbetur e papërditësuar që për asaj kohe. Gjykatësi O'Kane ka vendosur që USAGM të mos ndërmarrë në përpjekje për të ndalur punën e stafit dhe për të dërguar punonjësit në pushime pa pagesë. Ashtu, përshëndetur vendimin duke cilësuar si një fitore të rëndësishme për lirinë e shtypit dhe amendamentin e parë të Kushtetutës amerikane. Ai ka kritikuar administratën Trump për shpërfilljen e plotë të parimeve që përcaktojnë demokracinë edhe për përpjekjet për të minuar mediat dhe informacionin e lirë.